Para se të vinte momenti i nominimit, marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës ka qenë një nga temat më të komentuara brenda shtëpisë së Big Brother VIP5. Publiku dhe fancat kanë pasur mundësinë të shohin se si lidhja e tyre ka evoluar gradualisht, duke u transformuar nga një miqësi në një afërsi dhe më pas në një ndjeshmëri. Në ditët para nominimit, Mateo dhe Brikena kanë kaluar shumë momente private, ku shpesh kalonin vetëm kohë ato të dy. Ata bisedonin për ndjenjat dhe strategjitë brenda lojës, duke krijuar një lidhje më të fortë emocionale që nuk kaloi pa u vënë re nga kamerat. Një nga momentet më të bukura ishte kur Mateo e surprizoi Brikenën me një bisedë të gjatë dhe të sinqertë, duke i thënë se ndjente të rëndësishme të qëndronte pranë saj, pavarësisht lojës dhe nominimeve të ardhshme. Ajo që është vënë re këto ditë janë puthet dhe përqafimet që ato dy kanë shkëmbyer. Gjithashtu para nominimit, fancat kanë parë flirtime të vogla dhe buzëqeshje të ndara mes tyre, të cilat tregonin një intimitet që po rritej brenda ditës. Ata shpesh e kalonin kohën me njëri tjetrin, duke u përpjekur të shmangnin syrit kritik të banorëve të tjerë, por pa u munduar që t'i fshihnin emocionet. Momenti më i tensionuar erdhi kur erdhi momenti i nominimit. Mateo, Brikena, Selin dhe Gimbo janë në një nominim të vendosur nga Miri, i cili u zgjoll lider në prajmin e kaluar. Në këto ditë kemi parë një afërsi të madhe nga Mateo dhe Brikena, që fancat e kanë komentuar si nominimi. Ndërsa Gimbo dhe Selin po mundohen shumë që të nxjerrin Rogertin me zarfin e zi, kështu komentohen nga fancat disa momente të cilat ato i kanë kapur shumë shpejt dhe janë bërë virale në rrjetet sociale. Disa ngacmime të vogla kanë ndodhur me Selin dhe Gimbo dhe Rogertit sot në obor, ku të dy kanë qenë të tensionuar. Fancat në komente po thonë që është një mundësi dhe një tentativë e Selin dhe Gimbo për të hequr me zarf të zi Rogertin, në mënyrë që ato të fitojnë këtë duel që i ka vendosur Miri, sepse shihet qartë që Mateo dhe Brikena janë shumë të preferuar nga publiku. Po juve, cili nga çiftet ju pëlqen dhe kush mendoni se do të dalë sonte nga shtëpia Big Brother VIP5? Komentoni poshtë sepse dua të di edhe mendimin tuaj.